Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon medomos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, por në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëritë pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë dhe të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes, dhe sa? Përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spaku. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, dy indicie nuk përbëjnë një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsohet njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kursesi logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po të mbetem tek bindja se këto dy indicie tejet shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Pra, nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional për të ndarë beben e sapo lindur nga ujërat e pistë në një proces historik ku duhet garantojmë medomos suksesin e reformës në drejtësi. Duhet garantojmë medomos pavarësinë e gjyqësorit, po ku po ashtu nuk mundet kursesi të lejojmë medomos që kura të bëhet problem më i madh se smundja, duke rrezikuar liritë, të drejtat dhe frymarrjen e administratës dhe të ekonomisë së vendit.